Një seri procedurash të zhvilluara nga Bashkia e Vaudejes për dhënien me qyra të fondit pyjor dhe kullosor publik për ndërtimin e parqeve fotovoltaike ka ngritur pikpyetje serioze mbi transparencën, konkurrencën dhe mënyrën e përzgjedhjes së fituesve. Bashkia e Vaudejes në drejtimin e Kristian Shkrelit me 22 dhjetor 2025 ka hapur procedurën për të dhënë me qira për 10 vjet nëpërmjet ankandit lotin e parë të një sipërfaqeje të konsiderueshme në fshatin Mnel për park fotovoltaik. Sipas udhëzimit numër 1, datë 9/6/2016, për rregullat, procedurat e kërkimit, të shqyrtimit dhe të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik, në objektin e ankandit sqarohet se kjo procedurë është e ndarë në 5 lote. Qëllimi i përdorimit është dhënien e përkohshme të sipërfaqes kullot për park fotovoltaik, stacione, objekte përkatëse e tjerë. Bashkia ka vendosur një çmim dysheme prej 7.508.280.000 lekësh dhe pikërisht subjekti Ene Sun Park Albania SUPK ka dhënë ofertën fiks 7.508.280.000 lekë, asnjë qindark më pak apo më shumë. Rastësi apo marrëveshje, kjo mbetet për tu verifikuar. Edhe loti i 5 i hapur po në të njëjtën ditë me lotet e tjerë nga Bashkia e Vaudejes për dhënien me qira të fondit pyjor dhe kullosor publik rezulton me të njëjtin skenar. Por edhe këtë herë, kompania Euro Sun Park Albania SHPK ka goditur në shenjë, duke marrë kontratën pikërisht me çmimin dysheme, 6.952.920.000 lekë për 10 vjet. Ky ankand është sinjalizuar me flamur të kuq, mungesë konkurrence nga Open Data Albania. Një tjetër element që ngre dyshime të forta për paracaktim ankandi është fakti se kompania Euro Sun Park Albania SHPK është themeluar pikërisht me 22 dhjetor 2025 në të njëjtën ditë kur autoriteti prokurues ka çelur ankandi, kompania hapet, përgatit dokumentacionin dhe shpalet menjëherë fituese. Pra, një numër i konsiderueshëm dokumentash, ky subjekt i ka siguruar në kohë rekord që për një subjekt tjetër do të ishte i vështirë deri në i pamundur. Një detaj që mbetet i mbuluar nga hijet forta dyshimi mbi mënyrën se si janë administruar këto procedura. Loti i tretë, i shpallur po nga Bashkia e Vaudejes, i hapur më 22/12/2025 dhe i mbyllur në më pak se 8 ditë, është fituar nga The Valley Green Solar SHPK. Kjo garë është identifikuar me flamur të kuq, mungesë konkurrence pasi kompania ka qenë e vetme në garë. Kjo shoqëri ka si aksioner Fatos Sinaj, por emri i Sinajt nuk është i panjohur. Kompania e Baki dhe Fatos Sinajt është një nga subjektet e kontraktuara nga Bankers për kryerjen e shërbimeve të transportit. Sipas hetimeve të prokurorisë së Fierit dhe një raporti auditimi, Bankers ka kaluar në llogaritë e kompanisë që Sinaj 2.4 milion euro.